Urdhëroni o kryesot të paraqiturin për para ju. O Zotë Perëndeu, që drejton të gjitha mundësitë dhe ke kryer shpëtimin tonë nëpërmjet ekonomisë së të mëshirimit. Ti që si kryesot, lavdërove ata që shërbejnë me besnikëri. Bekollë këtë shërbëtorin tënd të dashur, Riftin Ilia, si saqellar statofor, dhe forcohet të mbështet atë që me besnikëri dhe mëshuri, dhe në mënyrë të përgjithshme për ty të kryejë detyrat e tij të shenjta në Krisht, duke vepruar kështu. Duke shërbyer në këtë mënyrë të bëhet idejnë për gëzimin e atyre që administrojnë në talente, dhe të shmanget nga qartimi dhe dërimit të ndershëm i shërbëtorit të keq që e varrosin në përfitim talente. Dhe uratat dhe ndërmjetimet dhe zonjë son për të bekuar, hylincës dhe apostëve të shenjtë të lavdëruar, të dëshmorit, të guximshëm shënjeri dhe të gjithë shenjtorëve të tu, sepse u shenjtërua dhe u lavdërua emrin e tij të nderuar madhështor, i Atit të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani e për erën e jetës të jetëve. Idejnë. Idejnë. Aksios. Aksios.